Jo, unë du që kretë ropë shofin ty si që jeti për qatë du shti me Kam pa parë që mrapë që dhe s'kam as e lojë që kletë. O plak, unë kom dalë të me qënë si Goku burtale shti, me monopat. Si Goku? I vesh si Goku, më? Tu mes? Po mërë. Atëhere fillojmë, jemi zyrtarisht, okej. Matias original. Matias original. Me patin si Goku mes sheshet. Ja, sot si kishim kostumin e Gokut. Sot kostum zotnie. Po, si gjithmonë. Edhe pse ishte komplet rastisht që s'kishte lidhje me atë filmin me metrazh shkurtër që bën dje, më pëlqeu shumë. E se unë nuk para bëj shumë share kështu përgjithsisht të punëve të tjerave kur bëhet fjalë për video. A kupton, më pëlqeu shumë e vërtet. A di pse më pëlqeu? Se kam përshtypjen që je 100% ti, po më tregoj çik ti. Shiko, ajo e filmit nuk ishte rasti nga ana ime, se ne dinim që do të postonim, kur do të postonim, edhe kur pash thirrjen për podcastin, se ne kemi pas dhe emision në televizion, kemi pas edhe podcast vet, po duhet gjithmonë platforma ndryshme me njerëz ndryshëm që i shohin, sepse ajo që un kam thënë në Instagram që është për shëndetin mendor, për depresionin, paranojën e shumë gjëra tjera që lidhen me gjendjen emocionale, shpirtërore dhe problematikat që kemi që janë tema që nuk preken televizion, media kombëtare të gjitha, filloi pak t'i mërziste njerëzit në kuptimin jo të temës që ushtroja, po të mënyrës se si e transmetoja. Mërzitë shqiptari kot burr. Jo, nuk është kot, sepse edhe unë vetë po t'isha, nëse do ngjoja Genin që do fliste vetëm për një temë caktuar, do thosha bollmo se ndroje çik. Dhe humbet ajo ekskluziviteti që ke ti për temën edhe rëndësia temës. Shiko, unë i vlerësoj njerëzit shumë për vete, për shembull, në bazë të vlerave që transmetojnë te tjerët, jo vetëm në bazë vlerave që kanë. Edhe unë për veten time, për shembull, ty kam futke ato çuna që edhe pse është hera parë që takohemi përballë sot. 2 biseda kemi bë. Vlerësimi që un kam është që ti ke shumë vlera. Edhe vlerat nuk vinë vetëm për shembull, si më thon, nga intelektualiteti, nga arsimimi, nga gjonat, po vinë edhe nga ajo që ti transmeton të tjerëve. Edhe këto video që ti thu për shembull, unë nuk i shoh gjithmonë video deri në fund. Këto video tuaja shumicën që më dalin i shoh. Edhe mundohem atë ti dëgjoj, kupton? Sepse është fiks kjo që theti që mundohesh me trajtu çështjen për shembull nga ngarkesën emocionale, depresionet e gjonat. Nuk është të thonë që ti ke kaluar ato faza vet, por kur ti jep një udhëzidhje ose rrugëzidhje dikujt. Shiko, ideja është që këto janë gjëra personale të cilat unë i kam kaluar, realisht kanë qenë shumë të vështira në 2023 dhe unë dhe partnerja ime, dhe mbasi dolëm nga gjendja me terapi, sepse zakonisht njerëzit thënë në meshkujt nuk shkojnë terapi po bëjnë podcast, ne shkojmë dhe terapi dhe bëjmë podcast. Dhe ishte hapje sysh pjesa terapisë, domethënë heqja asaj egos mashkullore që unë nuk shkoj se jam mirë, edhe rregullohem vet, nuk rregullohet kush vet, dhe kuptuam që jeta është e bukur, kuptuam që ne jetojmë me njerëz dhe për njerëz, dhe fillova që të thash me mendjen time gjithë ato dashuri që më kanë dhënë si studio, si personale, si ndihmë, si suport, të mundohem t'ia kthej sa më shumë këtij komuniteti që më ka mbështetur të arrija deri këtu. Shiko, unë për veten time, edhe unë e konsideroj veten këto që kam edhe unë nevojë ndoshta për terapi. Se nuk e di në çfarë fazi duhet të jesh që qysh kam nevojë për terapi. Si shkoj unë, si ta vendos për më shku? Unë flas nga eksperjenca personale, nuk jam psikolog, nuk kam asnjë lloj direktive për të folur për këtë temë, por ajo që doja të thoj, që mund të them, domethënë për veten time dhe për partneren time, është që ne zgjodhëm të shkonim në terapi sepse pam ndryshimin e jetës tonë të na shkonte 180 gradë. Nga njerëz super social që jemi, nga njerëz që duam të dalim, filluam të rinim në shtëpi, mundësisht vetëm dhomë, nuk dilshim fare. Normalisht kjo ashtu jam dhom, pra. Kjo pasoi sipas një lëndimi që kishte partnerja dhe operacionin që bëri në këmbë, që u detyrua të rinte 6 muaj në shtëpi. U detyruam të linim punët, studion, që të gjitha gjërat dhe përfunduam pasaj tek terapia në fund fare, mas shumë kohësh. Normalisht ajo bë më mirë nga ana fizike. Ideja është nuk ka një pikë të caktuar. Është kur e ndjen ti, kur mendon ti se okay, prit se tash po shoh veten që nuk jam që çona shqiptare kanë një çik të vështirë ta pranojnë faktin që ka ardhur momenti për me bë terapia, kupton. Forcia, se këtë kam biseduar me shumë njerëz. Forcia nuk gjendet te grushtit e bërtitura, patjetër që shumë njerëz, jo vetëm meshkujt, është gjë universale, nevrikosja, antivlera ose gjendja emocionale e ngarkuar është universale, nuk është te një gjini apo në një tjetër apo komunitet apo i përfshin gjithë. Ajo që ne duhet të kuptojmë, nuk është vetëm te meshkujt, është te gjithë, po them prap, është që ana
na mbush neve kjo fortësi që po tregojmë anë ngushtit dhe të bërtitës apo e përsin që po tregojmë ndaj tjetrit, apo po e bëjmë për të mbushur ca gropa tona, ca pasiguri tona, dhe unë kam pafund pasiguri, duke filluar nga pamja jashtme te pjesa e brendshme më pas. Dhe me terapinë sigur na hapën syt dhe mendova pse mos ti transmetoj të njëjtat gjëra që përjetova unë, ti transmetoj te publiku. Se më përpara jo se nuk përfshihesha në komunitet me problematikat, por thoja unë jam artist. Për sa kohë që jam artist, pse të përfshihem me disa lloj temash që nuk më përkasin, ose nuk kam njohuri akademike. Pastaj kur I përjetova vetë thash priti sekond më flas sipas vetes time dhe ja kam thënë disa herë njerëzve, mos më ngjoni 100%. Merrni esencën. Edhe unë kështu mendoj që një artist duhet të jetë vetvete, jo më kot edhe unë e kam qujtë të emision se s'është podcast I Mirfield, se podcastet e Mirfield e kanë mendet e dritat e gjonat, original. Sepse shkova, bleva tavolinën, erdha kjo më duhet për me vu atë, edhe unë mendoj që një artist kështu duhet të jetë, që si shtu ti që e ndjej, e bëj. Ti ndaç merre për bazë, ndaç mos merre për bazë. Edhe gjithmonë kjo më ka pëlqyer gjithmonë te grupi juaj, te me BN-ja, se keni pasitu këtu poshtë me Dulin për atë kohë, shuat herë. Vazhdoj akoma aty unë. Aty e Bogdan, kështu. Edhe shuat herë më menun edhe që bona follow si ishte diçka e re komplet. Se si ishim mësuar me pa, ne ishim mësuar me ba këto videot vetëm video dasmësh, se video dasmësh bëj shoh. Po që kape si tem falçen dhe pres dhe Duli, ishte një rob që thjesht kapi kamerën ditë bukur nga askundi dhe është bërë një nga dronistat më të mirë që unë njoh. Ka histori tjetër Duli, më mu. Po them, leta I ditë bukur. Jo, do të vjen dhe Duli, ja, po them se nuk pranon me ardh. Jo, thjesht ishte ideja që ne I njoftëm rastësisht dhe kur pash 3 vite më vonë, që normalisht kemi punuar me Dulin shumë ngushtë, edhe punë po edhe punë qefi. Duli është bërë një nga dronistat më të mirë që unë njoh dhe njoh nga shumë vende të botës dronista. Sidomos me pjesën e FPV-s që ka dronet që shef me anë të syzeve. Është edhe Duli njëkohësisht, si shumë persona që unë kam takuar si ty, si vetë kolegët e studios që kam sot koleg, I kam taku në mënyrë asore thjesht nga skundi. Dhe unë me këtë sheshi këtu na ka pas mbledh dikur. Ky sheshi këtu ke shkallët e muzeut. Me këtë dua të them që mendoj edhe e kam bërë shumë mendje, nuk është çështje universi ose ndaj gjë, thjesht ndodhet tillë që atëherë kur na duhen më shumë njerëzit, na vinë dhe nuk na vinë nga skundi, po thjesht ne jemi më kërkues ndaj një gjë që na mungon. Një ndër arsyet kryesore që unë kam nisë të cikël emisionesh po ta quajmë, se podcast thash nuk e dija mund ta quajmë podcast tamam, është sepse doja shumë që njerëz nga përditshmëria, që ashtu konsideroj veten time, edhe pse mund na njohin disa njerëz, të transmetojnë disa vlera, të paktën për brezin e ri edhe fëmijët. Unë jam prind vet, e kupton? Edhe du që ndjeksi më I mirë të jetë fëmia im. Tash do doja për shembull ti pse për shembull në Shqipëri, pse të ri një djalë I ri në Shqipëri, sipas teje? Atëherë, unë ta them shumë saktë dhe shumë drejt, prindërit mi kanë luftuar të jetën e vet për të më thënë mua çdo gjë që kam unë sot. Dhe normalisht, po mos kisha prindërit do isha këtu ku jam, po mos kisha partnerës do isha ky që jam. Por është pjesa tjetër që unë kam pas mundësinë që të shkoja në vende të tjera, mu krijua mundësia prej prindërve të mi, po prap, jo prej meritës time, dhe zgjodha të rri në Shqipëri, për arsyeën sepse e di që duket shumë budallike dhe publiku do thotë ja patë mundësinë e nuk ike, patjetër që e provova në 2-3 vende thjesht të shihja, jo të shkoja, nuk kam shkuar fare sepse di që do kthehesha direkt. Mendova të rria, domethënë sepse ishte 1 vendim, 2 gjuha ime, 3 njerëz të mi, që është gjëja më e thjeshtë për të pasur për të jetuar sa më mirë. Shumë e vërtet që kur u bëra adult tani e kuptova me studion, me shtëpinë, me të gjitha taksat e gjërat që ndoshta mund të kisha parë dhe shkuarjen dhe ardhjen me muaj të ndryshëm me projekte siç punojmë ne në profesionin tonë, sa janë paktën profesionin aq sa është I keq në disa gjëra, ta jep mundësinë luksin me lviz. Por prap nuk do pendohem realisht, dje po flisim me partneren kët, se patëm një bisedë shumë, bëjmë shpesh biseda gjata në balkonin e shtëpisë tonë. Që nëse do kthehesha mbrapa, ndryshoj ndaj gjë, nuk do ndryshoj asnjë gjë as këshillat. Ma bone parashtrim se desha me të pyet ç'a do bëje ndryshe nga jo, edhe unë faktikisht nuk do bëje diçka ndryshe se ndoshta s'dim edhe të bëjmë ndryshe.
Edhe kjo qëndron, është dhe frika në mes. Jo frik, ndoshta këto që kemi bë, se i them gjithmonë edhe shokëve, miqve këtu kur jemi përballë për shembull, që i them që shife veten edhe ka herë me sytë e mi, mos e shihet me sytë tuaj. Se edhe më pyet mua çka kam arrit, çka kam bë, Po prap, sido që kur dikush tjetër fillon të numëron ato vlerat e gjona. Problemi im është më i madh se problemi jot gjithmonë. A ke ndonjë gjë që të pengon këtu në Shqipëri? Është si profesion, dhe Po, për mënyrën tatë të jetesës, për çdo lloj gjë, nuk e kam vetëm te. Jo, po i marr me radhë. Si profesion më ndalon vetëm pjesa e fondeve, që ne të bëjmë filma më të bukur, të bëjmë dokumentar më të mirë, të bëjmë spote komerciale ashtu si duam t'i bëjmë ne me skenarët tanë. Ndoshta dhe pak pjesa e mundësisë që kanë për të evoluar bizneset e ndryshme, që në moment që marrë një profesionist dhe po e paguajnë. T'ja lej në dorë, normalisht jo 100%, sepse po t'ja lej në dorë kuptimin pjesën teknike, pjesën profesionale. Por nga ana jetës realisht nuk do ndryshojë gjë. Janë pjesë të tjera thash që lidhen po prapë me pjesën e biznesit, me pjesën ekonomike, pjesa taksave këto, por në pjesën e jetesës, si me partnerin, si me shoqërinë, si me komunitetin që më rrethon, që thash, më kam mbështet i komunitet që unë sot nuk i njoh me fytyra, ty po herë të parë po të shoh sot me fytyrë. Edhe kemi mbështet njëri tjetrin, domethënë është diçka që nuk do e ndroja. Ndërkohë kam punuar me projekte jashtë, kemi shkuar 1 javë ose 2 javë, që kemi pas gjëra të ndryshme. Dhe njerëzit janë shumë ftohtë, nuk të qeshin, domethënë më banale që unë e marr si shembull, duke qenë se kam punuar dhe në lokale shumë shpesh. Ti shkon kafe pa pik plani. 2-3 herë shkosh te njëta kafe, bësh shok me kamarien apo kamarierën. Edhe nuk pit fare çfarë do marrësh, thot. Dhe fillon bë muhabet me personin edhe sikur ti je vetëm. Domethënë nuk në Shqipëri për mendimin tim nuk je asnjëherë vetëm. Edhe kjo është gjë më e bukur që ne jetojmë me njerëz dhe për njerëz. A mendon që kur të bosh me fëmijë do ndryshojnë do pak kjo qasje që ke ndaj mënyrës jetesës tu? Unë nuk e di çfarë mund të bëj unë në të ardhmen, po të them prindërit e mi, idealet që kam pas dhe para se të isha unë dhe më pas se erdha unë, nuk kanë ndryshuar as pak. Po të njëjtën pasion kanë, po të njëjtën tipologji mendimi, po të njëjtën dashuri ndaj botës jetës njerëzve. Që kështu përderisa ato s'kan ndryshuar, thonë që portokalli nuk rrjedh shumë, nuk shkon shumë larg pemës, që kështu. Domethënë ka vlet e gjithë Unë mendoj tash i ka vlet. Ka vlet, kur themi ka vlet do të thotë është më shumë se gjysmën, po është mbi gjysmën do të thotë që ka vlet se asnjëherë nuk është asgjë 100%. Ne sa herë që kam pas bisedë me prins babin që është gazetar, edhe është nga të parët në Shqipëri, i parë që hapi radion e parë private në Shqipëri, më thotë ti e ke më të lehtë, ti e ke më të lehtë. Dhe një moment i thash, patjetër që e ka më të lehtë dhe shqyqysh e ka më të lehtë, sepse atë që ti e bëje më përpara me 7 miksera, unë e bëj me 1 shtyp me butoni. Dhe kjo më lehtëson punë për të marrë me gjëra të tjera që janë vështirësuar në ana teknike, Po patjetër. Por nga ana jetesës unë kam më të thjeshtë. Kam lirinë e fjalës herë para. Që ne sot do ishim duke bë këtë, po të ishim kohën e prindërve tanë. Ose do i bëshim nga burgu me njëri tjetrin. Do shkonim letra ose do shkonim libra. Ose flet trofe, do na vishin ball direkt. Që është gjëja kryesore jetësore, komunikimi. Pjesa tjetër nuk do donim njerëzit që duam, lirisht. Nuk do donim profesionin ton lirisht. Do kishte kufizime në çdo gjë. Që kështu patjetër që kemi më të lehtë dhe ndonjëherë marrim si të mirëqen. Dhe këtë i thash, unë jam shumë krenar, një që jam rrit nga ato që jam rrit dhe përveç prindërve thash, dhe shoqëria dhe partnerja sigurisht që më ka bërë njeriu që jam sot. Dhe nuk kam se të ndryshoj gjë nga jeta ime. Po të vitet një djalë i ri, unë e mendoj shpesh herë me veten time, po të vjen një djalë i ri dhe thot, ose gocë shën si ka. Vjen thot që du të bëjmë si ti. Ç'a të vjen mend, gjëja e parë që të vjen mend? Burum. Ç'a do bëje? Unë i them gjithë, merr siç kam bërë dhe unë të tjerët. Merr të mirat e mia, mos merr të këqijat. Po kush janë to të mirat, kush janë, si do ta kuptoj? Mendon që mund ta shpjegoj, domethënë e kam iden këtu. A mendon ti që mund ta shpjegosh ti veten tate me fjalë? Unë jam kështu, unë mendoj kështu, mënyrën tate të menduarit, mënyrën tate të jetuarit. Se u kam përshtypjen që një artist ka çik të vështirë me Jo tamam, unë do të them vetëm një fjali që është Roberto Benigninit, filmi La Vita Bella, Jeta është e bukur. Dhe sa që më pyesim pse jeta është e bukur është se u zgjova edhe një ditë për ta jetuar, kaq. Edhe kjo më mjafton për të shpjeguar shumë për gjërat që bëj unë. Pavarësisht, thash, të këqijat kuptohen sepse njeriu... Po jeta është e bukur se ka vështirësi, se po mos kishte vështirësi pastaj nuk do ishte... Shiko, ne mësojmë nga gjëra, prandaj thash që as të këqijat nuk do i hiqja, se edhe është që klishe, ne mësojmë nga gabimet, patjetër që mësojmë nga gabimet, po është një gjë tjetër. Jo, edhe po dush mos më mësu të mësosh nga gabimet patjetër, se nuk shkon kush me gabuar. Njerëzit që nuk janë duke na ndjekur më, flas pjesa antivlerës, pjesa që po dhunon, pjesa që po kryen krime të gjitha, kanë shkuar në gabim e parë, e kanë përsëritur dhe
është bërë pjesë e karakterit. Ndërkohë, ajo që unë po them është që gabimet, nëse themi që mësojmë nga gabimet, do thotë që ai gabim mos përsëritet dhe mundësisht të ndihmosh të tjerët mos bien në gracën e gabimit që ka rënë. Është fare kjo, domethënë ky është synimi im kryesor me gjithë këtë gjë që ato eksperjenca që kemi kaluar, që mendoj se kemi qenë kaj brezi, se jemi pak tranzicion, se ne erdhëm nga teknologjia vjetër direkt bumin e teknologjisë. Erdhëm nga analogja në elektronike. Po, erdhëm kështu bram direkt dhe pa mësu vetëm me eksperiencë, edhe unë këto do doja që krejt të gabimet, domethënë gjërat e jetës që nuk na kanë shkuar mirë, të tjerë ti mësojmë prej nesh, se po portojnë me lexu të paktën ti shohim në video, kupton? Shiko, leximi po shtohet dita ditës tek brezi i ri që po vjen. Realisht ta them sepse po i shoh në shumë i ftuari para teje ka qenë shkrimtar, edhe këto po më thonë. Në shumë gjëra të ndryshme që un po merrem, projekte të ndryshme që kemi, sidomos për dhunën ndaj fëmijëve apo ndaj grave që kemi 2 dokumentar ndryshëm, po shohim që fëmijët po priren shumë drejt leximit si rast shpëtimi për pjesën e imagjinatës, sepse ka shumë zona rurale në Shqipëri të cilët nuk kanë televizionin ose mjetet e duhura për të parë video si shohim ne, për të luajtur lojra si shlojmë ne, dhe kanë shkuar drejt leximit dhe realisht dhe në Tiranë që supozohet që janë më të privilegjuar njerëzit nga ana e mirave materiale, pra po rikthehet leximi shumë ndjeshëm. Po kthehet ndoshta ky leximi këto të rit, se mosha madhe ndoshta kanë lexuar gjithmonë, po i kthehet ndoshta se po shohin edhe të njëjtat gjëra gjithandej. Po bëhet trend. Për sa kohë që diçka bëhet trend, paktën bëjmë trend gjëra që ja vlen. Një ndër sfidat kryesore që kam pas me veten time kur nisa këtë ishte që do më thonin gjithë edhe ti me podcast. Shiko, ne e hapëm podcastin ton. E mbyllëm ashtu si e hapëm se s'kishim më nerva të editonim, bënim, xhironim. Por ajo që na shërbeu neve nga podcasti ishte që mësuam, se thash nga çdo gjë mëson. Unë mësova si të kisha një leksik më të zgjeruar. Fillova të lexoja disa libra për pjesën mediatike. I kërkova dhe Timeti ndihmë dhe time më që është profesoresh edhe për pjesën e leksikut, për pjesën e gramatikës, për pjesën e etimologjisë së fjalëve ndryshme të cilat nuk i kuptoja për ca gjëra teknike që tisha më i sigurt dhe që po flisim shpar biles dhe për këtë tjetrën që ja them gjithëve këtë. Se më thënë në qa feje beson, i them nuk besoj, di që ka diçka. Por, për kulturën time, mos vdes ignorant, kam lexuar dhe Biblën dhe Kuranin thjesht për kulturën time. Dhe i them gjithë që çdo gjë që keni mundësi dhe ju jepet qoftë dhe falas, merrni, mësojeni sepse nuk i dihet kurrë se kur mund t'ju duhet. Është fikse edhe unë e kam menduar këtë se diku ka dalë shumë trend kjo shpreha që kalon 20 vjet dhe akoma sumim punën e teorema Pitagorëson. Ka dalë ca meme kështu të lodhura. Unë kam studiuar vet inxhinieri prandaj edhe prandaj pa lidhje çik me këtë pjesën. Sa më shumë ditë kalojnë, është fikse ajo që theti, sa më shumë ditë kalojnë, vjen një moment që përdoret diçka që ke lexuar diku ose diçka që ke dëgjuar diku, që s'ta ka marrë kurrë menjë që do të hynte në punë. Ose diçka që ke pa diku ose diçka që ke mësuar diku. Ti nga kur mëson më shumë? Deri në një moshë caktuar kam mësuar nga prindrit. Deri në moshën që ata nuk më ndiqnin më sepse kisha karakterin tim të formuar, kisha një profesion të cilin nuk e ndiqnin dot sepse janë jashtë, pothuajse jashtë atij profesioni. Patjetër që janë në korrent për çdo gjë që ndodh, se ne flasim, jemi shumë shok, edhe ta them seriozisht jemi shumë shok me njëri tjetrin. Më kanë trajtuar të tillë që kur kam qenë i vogël që të mos e ndjej atë hendekun prind-fëmijë. Dhe kam qenë shumë i afërt, ja tregoja që gjitha biles edhe kur piva alkool për herë të parë, edhe kur piva cigare për herë të parë, ja kam thënë vet, nuk kishte nevojë që të më bëshin presion apo të mbërtisnin apo gjë. Dhe deri në një farë pikë kam mësuar nga prindët, akoma mësoj, thash, por pjesën e bazës formimit. Viteve që kalon, duke qenë se u rrita me partneren time, mësova shumë nga partneri im për të bërë më shumë i mirë dhe njëri më i mirë, që është një nga gjërat më të mira që më ka ndodhur mbas prindërve. Si mësim, flas, po edhe si eksperiencë normalisht, se do vdes me atë njeri, është që kam mësuar shumë gjëra që unë nuk i dija për veten, që do thotë, unë para 2-3 vitesh, për herë të parë oqa egon dhe thash, po, dikush tjetër ka drejt, nuk kam gjithmonë unë drejt. E kam pas unë këtë sfidë. Kam filluar të kërkoj falje. Po s'ma beso falje. kush kur i them dyshik e drejt, thotë po më hap rrugë kot. Kam filluar të pranoj faljen, se edhe kjo është shumë e vështirë për shumë njerëz, ka qenë shumë e vështirë për mua të pranoja falje nga dikush, pra ti bëj trurit një... Pranosh faljen kur dikush thotë më fal? Apo ti faljen kur dikush kërkon falje që ka bërë diçka. Sepse secili nga ne na jepet në disa shanse në jetë. Edhe ne themi gjithmonë kur
kur e kërkojmë shans dytë, po kur ja na kërkojnë tjerët, themi vetëm një zbot. Duhet mendojmë si ishte ti, nga këpucët, duhet shkosh edhe këpucët e tjetrit në herë, nuk ka pse të rish vetëm te një perspektivë. Kur ta gjikosh tjetrin do të mendosh si tjetri, jo si vetë jote sa. Ndryshe nuk do japësh mendimin e duhur për. Pra ne them që jeta është e bukur. Sepse momentin që ne rritemi me, më thënë, ja shtym vetes pjesën e urrëties. Prandaj e kam bërë dhe pjesën e këtyre gjërave të vogla që nxirrsha në Instagram. Qofse ja shtym urrëtien do marrin mbrapsht ato njerëzit që do kemi afër, do i zgjedhim në bazë të asaj që ne kemi si emocione për momentin. Dhe unë personat që kam rreth vetes, përfshirë dhe ty, përfshirë dhe shumë të tjerë që kam bashkëpunuar, i kam pas një herë, i kam pas dy herë, i kam pas prej vitesh tashmë, i kam me të njëjtat ideologji si vetja, me të njëjtat gjendje emocionale si vetja. Sepse nuk do shkosh më larg asajt që ti je vetë me personat që zgjedh. Dhe tjetra që e tham fillim, pjesa e filmit me Trash Shkurtër, ishte duke qenë se u mërzitën njerëzit me këtë dhe nuk kishe kontenti që unë hidhsha. Domethënë jo pjesa e të folurës për çapo tematikës që po përdorej, po ishte mënyra e transmetimit. Një njerëz që del para kamerës vetëm flet. Edhe në një pikë bëhet e mërzitshme, po unë që po e bëj video nuk e shoh si të mërzitshme. Po e peti që mërzitën njerëzit. Po përveç se ma kanë thënë troç, mira, shoqe që me vërtet më argumentu me baza, jo kështu kot, hajde na mërzite. Kishte edhe njerëz që kanë shumë peshë, janë profesora, që unë enjoy shumë fjalën, edhe printe mi njëkohësisht që thanë një pikë, po e bën pjesë e karakterit tënd. Nuk je psikolog dhe kishin shumë të drejtë. Mos shko, mos u prap se vajnë dakord me atë ligjin që puni kina për këto 100%. Për këto blogerat, e dhona, disa kanë mbështetur kanë bërë story direkt. Në atë moment ndryshova edhe mënyrën e të folurës, thoya gjithmonë sipas opinionit tim, sipas përjetimit tim, ju lutem mos e merrni 100%. Por pjesa që duhet marrë 100% që ta mëson çdo lloj libri filozofik, libri psikologjik, çdo psikolog mund ta thotë, është pjesa e komunikimit, është baza e njeriu. Po njeriu prandaj studion për të mësuar për të komunikuar, pastaj fillon faza të tjera Jo, në kuptimin që kemi diçka, nëse ne e mbajmë, na mblidhen dhe themi gjithmonë që nuk do më gjoj asnjëri. Gjithmonë ka njerëz që duan të dëgjojnë edhe duan të dëgjojnë prej dëshirës, jo prej detyrës. A di si më kanë thënë mua për këtë që kam nis disa njerëz, një më tha kështu, pse tha do ndryshosh ti tha mua Shqipërinë me këtë podcastin tat, dikush tjetër kush do të dëgjoj ty. Unë mendoj kështu që nëse që vetëm një njeri, vetëm një mjafton në gjithë ndjekësit le të themi se s'mund pretendojmë na shohin ty. Nëse vetëm një njeri merr diçka dhe i shërben për diçka, misioni u përmbush. Unë them drejtën, masi kalova sepse ne bashkë me partneren edhe mund të jetë nga pak të atëherë që kam thënë, s'është se ka rasti ose flas publikisht, është që ne kishim shkum deri në atë pikë që kishim mendimet shumë të errta, shumë vetvrasë, edhe ishte pikë shumë kulmante që aty u bën ndryshimi nga ato dy. Se pamte njëri tjetri edhe ideja që mund të humshim njëri tjetrin në këtë lloj mënyre pa duke pas njëri tjetrin në shtëpi, domethënë ishte të mërshme, ajo ishte kliku që na bëri të rimëkëmbeshim prap. Dhe i them njerëzve që është aq e thjesht të arrish në atë pikë, t'i japësh dorën çdo gjëje, ti thosh, është më lehtë kjo rruga. Dhe në një mënyrë çuditshme, më shkruajti një djalë që ishte 32 vjeç, më ka shkruar, dhe më tha, unë kam menuar disa herë. Kam fol çdo ditë dhe sot ka gjetë një vend shumë mirë pune sepse kishte lënë punën, nuk i bëja asgjë, ishte në një gjendje shumë keqe, takova dhe fizikisht, përveç internetit që folëm. E prezantova me një mikeshën time që është psikologe, që bëri terapin, që ajo bëri falas normalisht sepse ishte pjesë kritike, normalisht jemi njerëz rreth par. Dhe sot ka një vend pune shumë mirë drejtor, është një gjendje fantastike, ka gjetur një partnere shumë të mirë dhe është i mëkëmbur për çështje 7 muajsh. Që është gjë fantastike që thjesht një komunikim i vogël që mua më bëri në Instagram nga një tek video që kishte pa, më thatë ndryshoi shumë rrjedha, jo se ja bëra unë, dhe ma tha dhe vetë, por mjafton ajo shtysa parë që thot dikush, unë të ngjova. Tash mundohu ti të rregullosh veten tënde për veten tënde. Ja të erdhi rasti që dikush të ngjoj, të këshilloj, tha ato eksperiencat e veta dhe doli është bërë ishte njëri fantastik, po thjesht, po them jeta i është bërë 100 herë më mirë nga ç'ishte para një viti. Unë për veten time për shembull kam shumë vite që merrem me video, me foto. Ai kam filluar si fotograf me video, me gjona, kemi kaluar sfida pafund. Po si mendon ti, kush duhet të jenë mbështetësit më të mëdhej në karrierën tënde? Dhe kush janë mbështetësit më të mëdhej për ty në karrierën tënde? Në një emision në radio më pyeten kush është suksesi jot më i madh. Ata çketët e kishin për punën.
Edhe unë i thash partnerja. Me kë je nga këto dy skuadra futbollit tu? Me babin. I thash partnerja. Ideja është që pavarësisht sigurisht që janë prindrit, janë shoqëria dhe kur formohet familja jote e re, nuk është se harrohen njerëz të tjerë kurrës, se mos ato që të kanë rritur, të kanë bërë mirë, por vëmendja shkon tek personi i jetës që ti Po do ajo është fazë e jetës, nuk është që ti zgjedh ti lesh edhe ti, se edhe prindit nuk do duan që ti. Jo, du ta sqaroj dhe për të rinë sepse po ndodh një luftë mes meshkujve dhe femrave, luftë fiktive që s'duhet të ekzistojë, sepse nuk ka pse të jetë mashkull femër, ka pse të jetë njeriu mirë dhe njeriu keq. Ka nga të dyja. Ka në çdo komunitet ka njerëz mirë dhe njerëz keq. Ne duhet të shohim për të mirën dhe të keqen, jo mashkull femër me anë të ngjyrës lëkurës, me anë të fesë, me anë të etnisë, domethënë janë ca gjëra që po bëhen aq të mërzitshme dhe po përsëriten gjithë po zihen me gjithë. Çdo gjë po shohim të njëjtat gjëra gjithë ne. Unë personalisht ndihem krenar për personat që kam në jetë dhe ndihem krenar për partnerin që kam. Për arsyen sepse ajo thash që më ka skalitur ndër vite që kemi jetuar bashkë, normalisht dhe anasjelltas. Më ka bërë njëri më të mirë, më ka dhënë më shumë se që kam dhënë unë, prandaj them është gjysma ime më e mirë. Dhe për personin që unë e di që edhe ja kam thënë që duhet të jesh personi i fundit që duhet të shoh para se të vdes. Nuk kam se si them që nuk ka qenë mbështetja ime më e madhe ndër vite, sepse edhe në këtë pikë që flasim, unë ja di më mirë gjërat e reja se reja mi di më mirë gjërat mua se çdo njeri tjetër që kemi përreth, përfshirë dhe prindit normalisht. Po të fillojmë me fol se unë jam i bindur që ti ke shumë për të dhënë, shumë për të thënë, gjitha nuk do të dilshin 2 net dimri kështu. E këto që janë nata 18 orë. Mu më pëlqeu shumë çdo gjë që mora prej teje, edhe pse isha i bindur që nuk do ishte feedbacku më i dobët bile. Besoj që je shembull për shumë veta, edhe shpresoj që ta shohin shumë veta dhe të ndjekin shembull për shumë gjëra, edhe për fushat personale edhe për fushat profesionale. Do them diçka që kam përmendur shpesh me disa njerëz të kohët e fundit. Të jesh shembull ose fjalë si hajde gjejmë problemin në një marrëdhënie, çdo marrëdhënie tjetër, dashurore, miqësore, mes dy çunave miqësore flas, mes dy gocave miqësore, në kolegëve të punës, nuk ka rëndësi. Një marrëdhënie të caktuar. Nuk duhet të gjejmë kush është shembulli për të ndjekur, nuk duhet të gjejmë se kush është problemi, duhet të gjejmë zgjidhjen që të jemi njerëz më të mirë ose zgjidhjen e problemit në fjalë. Sepse në një marrëdhënie ne gjithmonë tentojmë që të jemi konkurrent me njëri tjetrin. Dhe nuk duhet të jemi skuadër. Në çdo lloj marrëdhënie që ti krijon, e krijon që të duash dhe të duajnë mbrapsht. Është simbiozë që bëhet, është egoizëm me simbiozë. Që quhet dashuri. Kjo është ideja. Matias, të falenderoj shumë. Shumë fare. Unë ja them gjithëve këto, je shumë çuni mirë. Kam qef t'ja shpreh, domethënë kohët e fundit kam shumë qef t'ja shpreh njerëzve kur mendoj që je shumë çuni mirë ose je shumë djalë pozitive dhe gjitha. Edhe ja thash edhe Liridonit që kisha para teje prap. Unë do doja shumë që djali im të shoqërohej me një djalë si jo, si ti. Shumë faleminderit. Po jam i sigurt që 2 ditë djali jot shoqërohet me mua, do marrësh leje nga policia, mos ma afrohet për 100 kilometra se do të grim nga lekët. Kur ti të bosh me fëmijë do kesh edhe ti djalin ta çaj. Unë po them vetëm kaq. Kur bëjmë me fëmijë, partneri ime do blej një kostum Goku për fëmijën dhe një për mua. Që kështu dia vetë se çfarë do ndodhë në shtëpi. Vini këtu me monopatinë. O Matias, shumë faleminderit që pranove të më merri pjesë në këtë bashkëbisedim, se unë nuk është se jam profesionist i kësaj lloj gjëje dhe u kënaqa. Jo erdhëm, do ju vim, do na vim. Na erdhëm, do t'i shkojmë se na kanë ardhur. Shumë faleminderit.